Zejnullah, doja që ta filloja me një lajm të para disa ditëve me faktin që Kosova filloi të lehtësohet nga sanksionet, sepse situata në veri u rikthye në normalitet dhe duket dhe shpresojmë që të vazhdojë gjithmonë më mirë. Këtu doja të thoja që ambasadori gjerman në Kosovë, dhe ju e dini fare mirë, ka qenë tejet aktiv në kritika të drejtë për drejta ndaj qeverisë dhe klasës politike në Gjermani, duke qenë se pas nesër do t'jenë zgjedhjet politike në Kosovë. Si e shihni ju qasjen që duhet të ketë administrata e re në Kosovë, qeveria, parlamenti, në raport me një aleat teje të rëndësishëm, ndoshta jetik, siç është Gjermania? Po, do më thënë Kosova dhe marrëdhëniet e saj ndaj Gjermanisë, por edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të ndjekin një politikë të jashtme, pragmatike, të qëndrueshme dhe pro-amerikane, edhe ndaj SBA-ve, pavarësisht se kush është para president, tani përfshirë Donald Trump. Konkretisht, do më thonë edhe ndaj Gjermanisë, do më thonë kemi aleat. Qëllimi është ruajtja e partneritetit, si thamë, në strategjik me SBA-n. SBA-t janë aleati kryesor i Kosovës për sigurim, shtet ndërtime dhe njohje ndërkombëtare. Kosova duhet të theksoj vazhdimisht mirënjohjen dhe rolin vendimtar të SBA-ve, Gjermanisë dhe të Bashkimit Evropian. Pra, duhet të ketë një qasje pragmatike ndaj politikës ndërkombëtare dhe do më thonë të ketë kujdes se si sillet të themi, sepse kemi të bëjmë me stabilitetin, me interesat e përbashkëta me aleatët, dhe Kosova duhet të paraqitet si faktor stabilitetin në Ballkan dhe partnere e besueshme tjetë, pra për interesat gjermane, amerikane, për interesat e BE-s, se këtu kemi të bëjmë me sigurin, me ekonomin, me çështjen energjetike, pra fokusi duhet drejtohet në ekonomi, në investime, dhe të promovon investimet amerikane, gjermane, pra edhe në Kosovë, sa i përket, siç thamë, energjisë, infrastrukturës, dhe kjo përputjet edhe me qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do më thonë se është një prioritet që Kosova të zhvillohet, të mos ketë kriza edhe në jetën parlamentare, si që kemi pa për fat të mirë, edhe pse kishim një krizë, kishim një ngërsh politik, nuk erdhi deri te një eskalim ose një përballje në deputet, sepse kishte shpesh zëra që të dilet në rrugë dhe të kundërshtohet ngërçje, po për fat të mirë kaloi gjithsesi dhe Kosova e kaloi testin, pra na duhet koordinim i ngushtë me partnerët tanë, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, zakonisht se tani është fuqia më e madhe në BE, dhe siç e tha edhe ju, do më thonë ambasadori i Gjermanisë, i cili do më thonë shumë mirë e njeh tani edhe situatën në Kosovë dhe ka krijuar shumë miq dhe e kupton situatën.